Andaj sot ki shëndet, nesër mund është me koni smur. Edhe zakonisht ata që janë smur thojnë, se i që ishtë nosh do pun i lisha mazdore, do pun jazgjësosha, do pun nuk i vlerësosha sa duhet, i nëndvlerësosha. Me konë që Allahu ma këthen shnetën, ndryshë kështë të përmës. E mëse për tja ditë, elhamdulillah, Allahu në ka dhonë shnetë, elhamdulillah. Dhunti e madhe. E dini sa vlenë shneti? Asë kush për neve nuk e dini sa vlenë shneti. E dini pse? Se s'ka të shumim. E di kër e mori vesh nga sa vlenë shneti. Atër ku në smuremi, edhe në thëjnë valla du të me shku në Gjermani operacion 200.000 euro kështu në operacioni. Mund të i pas 200.000 euro me veti, zva ki ditë vlerë. A është për një smundje 200.000 euro. Po me këshirë kejtë që ka kemi pja organeve, që ne ka dhënë Allahu dhullat që ndosha, miliarda kushtojnë ato. A më të sedenë, se t'i ka dhënë Allahu pa pare. T'i ka dhënë Allahu plota. Edhe ti as fa, elhamdulillah, e as i shvizove për gjera që me to fitok në cinë Allahu dhullat. E si shkanë me vazhdu me qenë të dishë nofsha ato. Andaj, shpesher në gjojmë një lafë, edhe të muslimantë, më slasin më këtë, qka u bo bëho, qko në fundit shumë njerëzi smut me kancer. E ta zhevapet janë zakonisht materialiste, po vallaj bombat me uranium të varfnum që janë hudhë Balkan, po jo Hiroshima, jo ajo centrala bërthamore që u prish në Rusi, jo, kjo, jo, ajo, harojnë misen, e dini pse sot njerëzit kanë smundje ma shumë edhe smundje të rrezikshme për shkak se shumica e njerëzve harojnë për çdo ditë, sabe akşam me thonë elhamdulillah Allahu të përshëndetit që ne ka dhënë. Edhe Allahu ta merr. Se Allahu do të gjithë kur na krijon me shëndet të plotë. Me organe plota, shëndetshme. Pastaj dikush e vazhdon jetën me shëndet të plot, e dikush do të ndodhin smundje. E këto smundje, në këndvështrimin fetar, shumica e tyre në origjinë vinë pi gjunahave. Edhe për mos falendrimin ndaj Allahut për të mira që ne dhon, pastaj normalisht ndihmohen edhe me rrethonat materialiste tjera që i përmendin zakonisht doktorat. Ande kur e kini të mirë edhe si adin vlerën, Allahu ta merr. Pse? Me hikmet edhe kjo punë është. Allahu ta merr me ta botë të qartë jo njerit, kom dhonë shumë, po si e vetishëm. Edhe ankosh vazhdimisht njëherës nuk du me dhe falim vlerës. O zot, ta merr Allahu që pastaj kur të bëjë valla alhamdulillah, si jam konë shumë mirë jam. Po ti gje ke ma mirë para se mu s'mund. Ama kur nuk shkemi një me dhënë elhamdulillah. A e mërë një veshtë, thunë elhamdulillah. Pasha Allah po, thunë elhamdulillah. Wallahi wa billahi, me unal, na, me menu për halin tonë. Turp du të me në ardhë, sa pak na thejmë elhamdulillah. Turp, du të me ullkryet, me thonë, o Zot, na falë, se me të vërtet, shumë pak falëndruesim me na. Edhe e dyta, sepse na këto të mira që ne ka dhënë Zoti për shëndetin, nuk e shfrytëzojmë në gjëra që është të kënaqur ai me ta. E ki trupin s'falesh. E ki trupin bën haram me te. E ki trupin e fort bën zullum me te. E ki domethënë këtë mira që t'i ka dhënë Zoti, nuk din me falëndru Allahun me vepra. Që çdo se në trupin tanë dëshmon se është falëndrues te Rabbul Aleminit që t'a ka dhënë këtë. Andaj aq sa më tepër do themi na elhamdulillah Allahut për të mira që na ka dhënë, aq më tepër Allahu ka me na e shtu këtë mirë, normalisht ka me ta shtu shëndetin. Andaj shfrytëzoje shëndetin para smundjes.